kryeministri Edi Rama thotë që negociatat nuk janë bllokuar, por pse atëherë perceptimi publik është krejt ndryshe sipas gjykimit tuaj? Në fakt, procesi nuk mund të themi që është i bllokuar, por mund të themi që tashmë jemi në një fazë shumë vendimtare dhe shumë e rëndësishme, pasi jemi në fazën që pasi hapëm të gjitha kapitujt, pra ne kemi hapur të 6 kapitujt me 33 kapituj që janë në total. Faza tjetër që ne do duhet që të kalojmë është vlerësimi që Komisioni Evropian ka bërë, dhe tashmë do duhet që Këshilli dhe vendet anëtare të bëjnë në lidhje me kriteret e ndërmjetme për 2 kapituj që cilësohen si kapitujt themelor, pra kapitulli 23 gjyqësori dhe të drejtat themelore dhe kapitulli 24 drejtësia, liria, siguria që lidhet me çështjet më së shumti të punëve të brendshme, por edhe të drejtësisë dhe të sigurisë. Për këto 2 kapituj ne kemi realizuar atë që njihet si IBAR-i, pra raporti i vlerësimit të kritereve të ndërmjetme, dhe do duhet që të miratohet ky raport pra vendet anëtare, të 27 vendet anëtare të binden që ne i kemi realizuar kriteret e ndërmjetme për kapitull 23 dhe kapitull 24, dhe vetëm në atë moment ne mund të fillojmë në mbylljen e kapitujve të Bashkimit Evropian që ne po negociojmë. Ajo çfarë po ndodh është që në fakt është parashikuar që të paktën deri në prill ne të kemi një miratim të IBAR-it, por ajo çfarë po shikojmë është që janë bërë disa takime në nivel teknik të Këshillit të Bashkimit Evropian, por nuk kanë arritur në një unanimitet për ta miratuar të gjitha vendet IBAR-it. Pra është akoma në elementin teknik, janë ekspert teknik ata që janë të gjithë supervajzues të 27 vendeve anëtare të cilët diskutojnë paraprakisht para se ky raport të shkojë në Këshill, pra të shkojë tek ministrat e vendeve anëtare, por duke që derisa nuk ka një konfirmim apo një unanimitet që në këtë fazë duket që bëhet e vështirë pra elementi që kur IBAR-i do të miratohet dhe kur do të shkojë më pas në Këshill për të marrë dhe miratimin final. Prandaj ka filluar kjo frika apo kjo retorika që duket si kur procesi është bllokuar, nuk mund të themi që është bllokuar, por mund të themi që kemi një vonesë të cilën sigurisht do duhet që ta marrim në konsiderat, pasi procesi ka shumë faza, është shumë teknik, ka shumë elemente që vlerësohen, por normalisht që nëse nuk e kalojmë këtë fazë, neve na bllokohet dhe nuk mund të vazhdojmë me mbylljen e negociatave, me mbylljen e kapitujve, por në ana tjetër kemi 23 kapituj për të mbyllur, kemi vitin 2027 si afat për të mbyllur këto 33 kapituj, që do të thotë që brenda këtij viti në të paktën duhet të mbyllim gjysmat e tyre për të qenë mirë me kohë dhe për të arritur ato afate që ja kemi vendosur vetes. Rama gjithashtu flet edhe për rritje ekonomike të qëndrueshme, por apo reflektohet kjo realisht në xhepat e qytetarëve apo vetëm në statistika? Është pak e vështirë që të bësh një përmbledhje apo një vlerësim të zhvillimit ekonomik dhe se si ajo më pas përkthehet tek qytetarët. Është e kuptueshme që dhe vetë procesi integrimit evropian, sepse ne flasim më së shumti për gjyqësorin, për drejtsinë, për luftën kundër korrupsionit, për kriterin politik, një element shumë i rëndësishëm pjesë e kritereve të Kopenhagit është kriteri ekonomik, pra duhet që në radhë parë vendi që aspiron duhet pjesë e Bashkimit Evropian të ketë një ekonomi të qëndrueshme, të ketë një ekonomi tregu, duhet që të ketë normalisht mundësi për investime, mundësi për të ulur papunësinë dhe gjitha ato elementet që përkthejnë pra një ekonomi të qëndrueshme, por edhe një biznes të fortë, të fuqishëm, pasi kuptojmë nga ana tjetër që kapitujt që ne negociojmë, 33 kapituj që ne negociojmë, të paktën 14 prej tyre janë drejt për drejt kapituj që lidhen me ekonominë tonë, pra me industrinë, me punësimin, me bujqësinë, me produktet, me lëvizjen e lirë të madheve, me eksportin dhe me importin, me mbikëqyrjen ekonomike, gjithashtu dhe ato financiare, politikat monetare, taksat e gjitha këto elemente që janë të përkthyera në kapituj që ne jemi duke negociuar me Bashkimin Evropian, dhe nuk kuptojmë nga ana tjetër sa e rëndësishme mbetet procesi edhe i pjesës së ekonomisë, që do duhet që ne ta marrim në konsiderat të realizojmë gjitha ato masa dhe prioritete që na kërkohen nga Bashkimi Evropian. Dhe kur flasim për ekonominë, kur flasim për hyrjen në Bashkimin Evropian, ne gjithmonë dëshirojmë të përmendim që bëhet fjalë në momentin që ne bëhemi pjesë e BE-s, ne bëhemi pjesë edhe tregut të vetëm të Bashkimit Evropian. Pra na hikin ato bariera apo
pengesa që kemi për sa i përket lirisë së lëvizjes së madrave, të shërbimeve, të kapitalit apo edhe të punëtorëve. Çka këtu do të përkthehet nga ana tjetër që aq sa ne do të kemi lirinë për të eksportuar, aq do të arriten edhe kriteret dhe standardet dhe do të jetë biznesi, sektori i biznesit në Shqipëri që do ta ndihmojë më shumë të kryejë gjithë ato standarde, gjithë ato kritere, gjithë ato certifikime që do duhet që prodhimet shqiptare të kenë, që nesër pas nesër të jenë konkurruese në tregun evropian, të lejohet të shkojnë në tregun evropian e më pas të konkurrojnë atje me 27 për vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Kështu që kur flasim për pjesën e gjyqësorit të qeverisjes, normalisht edhe ekonomia mbetet një element shumë i rëndësishëm që është në fokus dhe është një proces që shkon paralelisht, nuk mund të themi që mjafton bëjmë progres këtu dhe ta ignorojmë këtë pjesë tjetër. Sigurisht edhe vetë me të gjitha strukturat dhe me platformat që mbështet ekonomikisht dhe në mënyrë grande dhe shapokretisht edhe vendet e Ballkanit Perëndimor, siç kemi fondet IPA, siç kemi planin e rritjes së fundit apo dhe planin e investimeve të ekonomisë, e tregon që është shumë e rëndësishme pjesa e ekonomisë, sidomos për tulur atë divergjencë ekonomike që ka ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor apo Shqipërisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Zonja Deliu, sa ndikojnë problemet me korrupsionin dhe sundimin e ligjit në ngadalësimin e integrimit në BE? Ndikojnë drejt për drejt, do të thoja, janë ato elemente që njihen si themelore, prandaj edhe kur e përmenda pra janë të gjitha çështjet që përfshihen te kapitulli 23 dhe kapitulli 24, pra janë dy kapitull që cilësohen si themelor, ishin dy kapitull dhe janë kapitujt e vetëm nga të gjithë tre kapitull që ne tashmë i kemi hapur, të cilët ka pasur kritere hapse, kanë kritere ndërmjetëse dhe do të kenë edhe kritere mbyllëse. Ndërkohë që për 31 kapitull të tjerë ne kemi pasur direkt kritere mbyllëse, çka nënkupton që për këto dy kapitull mërshimi dhe fokusi është shumë i madh për Bashkimin Evropian. Sepse nuk ka kuptim që Bashkimi Evropian të pranojë në gjirin e saj një antar apo një shtet antar i cili nuk ka një demokraci të fuqishme, nuk ka institucione demokratike të konsoliduara, nuk ka respektim të drejtave të njerëzit apo ka ende korrupsion dhe krim organizuar. Sigurisht nuk jemi ndërtimtar të themi që në momentin që do bëhemi pjesë e BE-s, këto problematika nuk do i kemi më, edhe vendet e BE-s apo dhe vetë institucionet e BE-s her pas here janë përballur me raste të korrupsionit, të krimeve të ndryshme apo problematikave me gjyqësore dhe me të drejtat e njerëzit, por ajo çfarë po ndodh momentalisht është që ne jemi në një monitorim rigoroz nga ana e Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare për sa i përket të gjitha standardeve, kritereve që ne duhet realizojmë në kuadër të kapitullit 23 dhe kapitullit 24. Dhe është shumë e drejtë pyetja juaj, sepse edhe nëse lexoni raportin e vjetor të Komisionit Evropian, por edhe raportet e tjera të ndryshme që Bashkimi Evropian nxjerr me fokus edhe Ballkanin Perëndimor, gjyqësori, të drejtat e njerëzit, lufta kundër krimit të organizuar, por në rast të parë pasur rezultate të qëndrueshme dhe të qëndrueshme në këtë luftë janë element që vlerësohen në mënyrë rigoroze dhe do ta përcaktojnë gjithë procesin e negociatave. Edhe kjo ngjecia që flitet është pikërisht në kuadër të këtyre çështjeve. Pra, metodologjia e re e zgjerimit të miratuar në 2020 e bëri shumë të qartë që të gjithë kapitujt janë të rëndësishëm, por disa kapituj për Bashkimin Evropian janë ata që cilësohen themelor dhe përcaktojnë progresin e të gjithë negociatave. Ti mund të jesh me një përgatitje të shkëlqyer në të 31 kapitujt e tjerë të BE-s, por nëse ti ke dështuar apo çalon apo nuk ke bërë progres në kapitullin 23 dhe kapitullin 24, negociatat mund të pengohen, mund të pezullohen ose mund të vonohen në momentin që të BE-ja bindet që ti je shumë mirë dhe në këto dy kapitull. Pra kjo ka qenë risia situatë të metodologjisë së re të zgjerimit, që nga njëra anë sjell një sfidë për vende si Shqipëria apo dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, që duhet thënë që kemi pasur gjithmonë problematika në këtë fushë, por nga ana tjetër na përgatit që ne të bëjmë reformat që duhen për të krijuar këto institucione demokratike të forta, të pavarura dhe që të bëjnë të mundur që nesër pas nesër kur kemi vend i Bashkimit Evropian ne mos sjellim problematika në kuadër të këtyre çështjeve për Bashkimin Evropian. Dhe është deri diku besoj pozitiv fakti që ne jemi të monitoruar, të ndihmur nga institucionet e Bashkimit Evropian, sepse ky monitorim na ndihmon edhe për të përmirësuar, ata nuk kanë vetëm faktin që japin kritika, por japin dhe rekomandime, japin dhe mundësi për zgjidhje dhe për përmirësim, dhe besoj që është një proces që na vlen të gjithëve, jo vetëm si struktura shtetërore, jo vetëm në kuadër të procesit të integrimit, por edhe si shoqëri për t'i marrë këto vlera dhe këto standarde dhe për t'i bërë pjesë tonë dhe për të qenë më pas
një vend i cili gjithmonë e kemi ndëruar pra jemi një vend demokratik ku drejtësia funksionon, drejtat e njerëzit respektohen edhe lufta kundër korrupsionit është efektive dhe e qëndrueshme. Zonja Deliu, a është administrata publike realisht më profesionale apo ende mbetet e politizuar, siç është kritikuar ndër vite? Kur flasim për administratën publike, duhet kuptuar që në fakt edhe ky është një element në fokus të veçantë për Bashkimin Evropian, vetë pjesa e administratës publike përfshihet në atë që njihet si kriteri politik, pra kemi nga kriteret e Kopenhagenit, kriteri politik, që ka një fokus të veçantë sidomos tek reforma në administratën publike. Nuk mund të themi që vazhdon të jetë politizuar, sigurisht që ka problematika, sigurisht që ka akoma elemente për të përmirësuar, por në kuadër të reformës së administratës publike, në kuadër të masave të prioriteteve të ndryshme që janë realizuar, kujtoj nga ana tjetër që ne me qeverinë e re tashmë kemi një ministër dedikuar vetëm administratës publike, pra me një ministër shteti për administratën publike dhe antikorrupsionin, duhet thënë nga ana tjetër që kanë bërë disa zhvillime për sa i përket mënyrës së punësimit, mënyrës së rekrutimit, digitalizimit, gjithashtu janë elemente që i vlerësohen pozitivisht edhe nga raportet e Bashkimit Evropian, dhe ajo çfarë është e rëndësishme normalisht duhet theksuar që ne për të hapur negociatat e kishim të detyrueshme realizimin e një udhëzuesi si kriter hapës për reformën e administratës publike. Ky udhëzues parashikon të gjitha masat, të gjitha ndryshimet ligjore që parashikon shteti shqiptar për të bërë në kuadër të procesit të integrimit evropian për administratën publike deri në vitin 2027. Dhe normalisht që është një gjë pasherë këto çështje të monitorohen, duhet thënë që ka pasur zhvillime si për shembull për ligjin për lëvizjen civil apo edhe për digitalizimin, për ofrimin e shërbimeve digjitale dhe elemente të tjera të tilla. Ajo çfarë unë mund të theksoj është që administrata publike duhet vlerësuar për pjesën që në kuadër të procesit të negociatave, sidomos në kuadër të procesit të shqyrtimit, pra të atij screeningut, shteti shqiptar situatë qytetare duhet të përgatisnin prezantime për çdo fushë, për çdo element, për çdo arritje, për çdo masë, për çdo prioritet, duhet thënë që ajo ka qenë një punë e lavdërueshme dhe e suksesshme nga ana e administratës publike, që ne u prezantuam mirë përpara institucioneve të Bashkimit Evropian dhe arritëm që më pas të quhej screeningu i suksesshëm dhe ne të vijonim punën në hapjen e kapitujve të parë të kapitullit 1. Sigurisht që ka akoma shumë çështje për të përmirësuar në kuadër të kësaj, prandaj është edhe reforma, prandaj janë edhe masa, por duhet thënë që në faktën në vitet e fundit e kemi një progres për sa i përket profesionalizmit dhe për sa i përket aftësisë së administratës publike për të realizuar ato kritere dhe elemente që kërkohen. Me rëndësi është theksohet që për çdo ministri apo për çdo institucion që është përgjegjës në kuadër të negociatave të integrimit evropian, ne kemi një drejtori të integrimit evropian, ku kemi ekspertë dhe specialistë që merren vetëm me këtë çështje, pra me çështje që lidhen me negociatat, me transpozimin e legjislacionit, me realizimin e këtyre me komunikimin me institucionet si komisioni apo institucionet e tjera të Bashkimit Evropian dhe bëjnë gjithë raportet monitoruese dhe elementet, komentet, informacionet që kërkojnë nga institucionet e BE-s në këtë drejtim. Kujtoj për shembull është një kuriozitet që për shembull institucionet sot të paktën çdo javë janë të detyrohen që të bëjnë një raportim për Komisionin Evropian në kuadër të prioriteteve që ka parashikuar në kuadër të negociatave. Pra edhe puna kolosale, puna koordinuese, sepse vërtet mund të kesh një institucion që është përgjegjës për një kapitull, për shembull Ministria e Drejtësisë është përgjegjëse për kapitullin 23, por Ministria e Drejtësisë nuk duhet që të marrë informacion dhe të marrë inpute jo vetëm nga përfaqësuesit e ministrisë, por nga shumë institucione të tjera, duke filluar që nga institucionet e drejtësisë, agjencitë e ndryshme të linjës, të cilat merren me çështje specifike të kapitullit 23 dhe nuk duhet që të raportojnë dhe të japin informacion tek Ministria e Drejtësisë dhe më pas jo të bëjë gjithë punën koordinuese për të dhënë këtë informacion më pas në kuadër të procesit tek Komisioni Evropian. Kështu që në këtë drejtim them që ka një rritje të profesionalizmit, sepse edhe vetë procesi e kërkon, pra personat që nuk arrin dot që të përgjigjen këtij procesi normalisht që më pas zëvendësohen, pasi është një proces shumë dinamik, kërkon shumë profesionalizëm dhe normalisht kërkon që rezultatet të jenë të dukshme, pasi monitorimi që na vjen nga institucionet e BE-s është rigoroz dhe normalisht që nuk lejojnë që të ketë edhe elemente që nuk janë të sakta apo që nuk do të përkthehen me realitetin.